Ku nati ma bëri atë punë për 4 orë pa u ndalur dhe fillova të qaja. Ishte një mbrëmje ngushtë gushti, kur nxehtësia e ditës ngjitej mbi muret e shtëpisë së vjetër familjare dhe rinte aty si një kujtesë e rëndë. Unë isha ulur në obor, duke parë si hijet e pemëve shtriheshin gjatë, duke përpjekur të kontrolloja dridhjet në duar. Brenda në dhomën e ndenjes qëndronte mobilieri im i ri, ose më mirë i vjetër. Seti i tërë i mobiljeve të dhomës së ndenjes, divani gjerkafe me mbulesa të gëzofuara, 2 karrige të përshtatura, tavolina e kafes prej drurit të errët, ishte trashëgimia e vetme e prekshme nga nëna ime, e cila kishte vdekur 6 muaj më parë. Tani, pas gjysmë viti, në një limbo emocional, unë vendosa t'i jap fund, t'i çoj, t'i shpërndaj, t'i zvendçoj, t'i vazhdoj me jetën. Kunati im Tomi erdhi në ndihmë. Tomi, burri i motër sime, Lorës, ishte një tullumbace me gjoks të gjerë dhe shpirt edhe më të gjerë, i cili gjithmonë dinte çfarë të bënte. Ai dëgjoi planin tim për të hedhur mobiljet dhe u ofrua menjëherë. Nuk i hedh, tha ai me zë të thellë. Të qetë dhe i kishte, i riparoj, i bëj si të reja. Nëna jote do të dëshironte këtë. Unë hezitova. Çdo vizatim në drur, sa çarje e vogël në lëkurën e divanit më kujtonte atë. Më kujtonte mbrëmjet kur ajo furriste në ato karrige duke dëgjuar muzikë klasike. Mbrëmjet kur së muret filloi dhe unë rria në atë divan duke e vëzhguar të flej dhe duke u lutur në heshtje. Jam gati të heq qafe, Tom, thash, duke u përpjekur të mbaj lotët larg. Është shumë e vështirë. Ai më vuri dorën në shpatull. Më jep 4 orë, vetëm 4 orë. Nëse më pas ti ende nuk do të heqësh qafe, do të vi me kamionin tim. Po më jep këto 4 orë së pari. Nuk dija se çfarë kishte në mendje, por am dakord. Të shtunën në mëngjes, ai erdhi me një çantë të madhe, mjetësh dhe një qendrim pune. Ku do të fillosh, pyeta. Këtu, tha ai, duke treguar divanin. Pikërisht këtu. Dhe filloi. Nuk ishte thjesht riparim, ishte një formë e çuditshme, intensive, arkeologjie. Me kujdes, me durim, ai filloi të heq mbulesën e divanit. Çdo staples, çdo rip, çdo copës lëkure, u rria pranë, duke parë si pjesë e një kujtese çliroheshin. Shiko këtë, tha ai pas një ore, duke treguar një shenjë të vogël në kornizën e drurit të divanit. Janë inicialet e babait tënd, AG, 1978, e bëri vetë këtë divan. Kujtimet u përmbytën. Po, babai im Agroni kishte ndërtuar mobiljet për shtëpinë e tyre të re kur u martuan. Nuk e kisha ditur këtë. Kujtoja disa histori për ndërtimin e tyre, por nuk e kisha besuar shumë. Tomi vazhdoi, çdo shtresë që hiqte zbulonte diçka të re. Një copë letre e vjetër gazete e përdorur si mbushje, më datë 12 korrik 1978, një monedhe vogël e mbërthyer në drur si një simbol fati i mirë, një shenjë vogël lapsi nga nëna ime, ujë i vështirë për Agronin. Kur filloi në karrige gjeti më shumë. Në një stekun e njërës, një fotografi e vogël e motrës sime dhe meje si fëmijë e fshehur aty. Në tjetrën, një letre pa lexueshme tashmë nga babai im për nënën time e dëmtuar nga koha. Për 4 orë Tomi punoi pa pushim. Ai nuk fliste shumë, vetëm tregonte çdo zbulim. Dhe me çdo zbulim diçka brenda meje shpletej. Ishte sikur ajo po shkëpuste shtresët e mia të veta emocionale, duke zbuluar gjëra që kisha fshehur edhe nga vetja. Kur erdhi tek tavolina e kafes, gjeti më së shumti. Në një çarje të thellë kishte një grumull të vogël letrash të mbështjella në një fash leshi. Ishin shënime nga nëna ime gjatë sëmundjes së saj, shënime për dhembje, për takime me mjek, por edhe për kujtime të ëmbla. Njëra prej tyre lexonte: Sot Ela më solli supë. Nuk mund ta ha, por era është e ëmbël, ajo është e fortë, si babai i saj. Po lufton për mua, dua që ajo të di se nuk duhet të luftoj më. Është në rregull të pushoj. Kur e lexova atë shënim, diçka u thye. Lotët që kisha mbajtur për 6 muaj, jo vetëm për humbjen e saj, por edhe për lodhjen e luftës, për ndenjen e dështimit, për dhimbjen e panjohur se çfarë të bëja tani pa të. Filluan të rrjedhin, dhe pasi filluan, nuk mundesha t'i ndaloj. Ulla në dysheme, pranë mobiljeve të zhveshura, të pjeshme dhe qava. Qava për nënën time, për babain tim, që kishte vdekur 10 vjet më parë, për motrën time që jetonte larg, për veten time të vetmuar, për luftën për t'u bërë fort, kur ndihesha kaq e brisht.
Tomi ndaloi se punuari ul pranë meje në dysheme. Nuk më preku, nuk më përqafoi. Thjesht qëndroi aty, duke pritur. Unë nuk e bëra mjaft. Shpërita ndërmjet lotëve. Mund t'i kisha bërë më shumë gjëra. Mund të kisha vizituar më shpesh. Mund ta kisha ndjerë më mirë. Shiko këtë shënime, tha ai but, duke treguar letrat në dorën time. Ajo e dinte se sa e doje, edhe e dinte se ishte e lodhur. Ajo nuk dëshironte që ti të vazhdoje të luftoje. Dëshironte që ti të pushoje. Ai e kishte thënë pikërisht atë që nuk dija se kisha nevojë ta dëgjoja. Dhe në ato moment, në mes të mobileve të çmontuara, të zhveshura nga shtresat e tyre të jashtme, unë u çmontova edhe vetë. I lëshova të gjitha mbrojtjet, të gjitha pretendimet e forcës, të gjitha frikat. 4 orët e Tomit nuk ishin më për të riparuar mobiljet, ishin për të më riparuar mua, duke më detyruar të shikoj objektet fizike që përfaqësonin humbjen time, duke i çmontuar ato para syve të mi. Ai më ndihmoi të çmontoj dhimbjen time, shtresë pas shtrese, derisa të mbetesh vetëm me thelbin, dashurinë. Dhe dashuria, si mobiljet e mia, mbijeton, edhe kur është e çmontuar, edhe kur duket e shkatruar. Ai nuk e përfundoi punën atë ditë. Ti vendos, tha ai, nëse dëshiron ti vazhdosh me mua, nëse dëshiron ti i mbledh këto shënime, këto kujtime dhe i vendos në një vend të sigurt, ose i lë këtu, por tani i di. Mblodha shënimet, mblodha fotografitë dhe bashkë me Tomin filluam të rimontojmë mobiljet, por tani, në çdo copë, unë dija një histori dhe në vend që të më kujtonin humbjen, filluan të më kujtonin jetën e babait tim që ndërtoi, dashurinë e prindërve të mi që filloi një familje, trashëgimin time. Në fund nuk i hodha, i rimbulova, duke përdorur pëlhurë të re, por duke ruajtur pjesët origjinale të lëkurës aty ku kishin rëndësi. Tani kur ulem në atë divan ndjej një ngrohtësi të re, jo vetëm dhimbje, por edhe praninë, jo vetëm humbje, por edhe trashëgimi. Dhe Tomi, ai më dha më shumë se 4 orë punë, ai më dha një mënyrë për të përballuar dhimbjen, më tregoi se ndonjëherë për të riparuar diçka, fillimisht duhet ta çmontosh. Dhe ndonjëherë personi më i fortë në dom është ai që dalon për 4 orë vetëm për t'ju treguar se si të qani.